الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد të gjitha mirënjohjet, falëndërimet, lëvdatat më absolute, më të plota janë vetëm për Allahun Gjelle Gjelaluhu, Zotin e botrave, krijuesin e gjithësisë. Përshëndetjet, mirësia, begatia, salavatet e Zotit edhe salavatet tona mbi pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij më të mirë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar xhamatli, të nderuar të pranishëm, me lejen e Zotit Gjelle Gjelaluhu, do të vazhdojmë në vargun dhe zinxhirin e ligjëratave tona, duke u mundu që ta pasqyrojmë jetëshkrimin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Dhe për shkak se përmendëm në disa prej ligjëratave se mundësia për ta prezentu krejt historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në këtë numër të ligjëratave është se gati e pamundur, andaj do të mundohemi në këtë ligjërat që t'i ngjeshmi dikun 7-8 vite me një vend me lejen e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Andaj do të orvatem, do të përpiqem në skajshmëri që mos lëndë një ngjarje pa përmend, e cila është më rëndësi të cekët në kronologjinë dhe rrjedhshmërinë e ngjarjeve. Porse për shkak se pjesa e mbetur e Medinës është edhe më e ngjeshur, edhe më e mbushur me ngjarje, andaj do të mundohemi në këto 3 ligjërata skajshmërisht që ta përfundojmë periudhën e Mekës. Andaj me lejen e Zotit Gjelle Gjelaluhu, shumë prej ngjarjeve do t'i përmendim se kanë ndodhur dhe aty ka detalet shumëta, ngjarjet shumëta në ngjarje e kështu me radhë, por se ngushtimi i kohës nuk premton që neve të zgjerohemi në to, por se besimtari i zellshëm duhet që çfleton, të lexon më shumë dhe mos mjaftohet me këto ligjërata. Neve po mundohemi që nxjerrmi disa mësime nga kjo histori e bujshme e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tham në ligjëratën e fundit se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i u zbritën disa prej ajeteve të cilat e urdhëruan alaihi salatu wassalam që të del haptaz, që të kalon nga periudha e fshehur në haptaz dhe të bën thirrje. Por se kjo filloi me angushtur rrethin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me parinë e asaj kohe, të cilat e mohonin dhe nuk e besonin se ishte pejgamber dhe kishin lloj-lloj arsye të kota dhe forma të cilat e mohonin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përmendën në ligjëratën e fundit se si e pritën, se si ai i prezantoi argumentet, se si i prezantoi faktet, se si filloi nga familja, se si dulte kushërit, se si dulte axhallar, e si pastaj u zgjeru tek fisi Kurajshve, pastaj dul në popull e kështu me radhë, por se pritja ishte jo e hishme nga ata të cilët jetonin në kohën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Dhe dietarët në 4 pika i kanë përmbledh refuzimet e Kurajshve. E para prej tyre ishte ngritja e pluhurit mbi vërtetësinë e Kur'anit. Kinë se ki Kur'an nuk është i vërtet. Ki Kur'an nuk është i vërtet. E ka shpik aj, ja ka mësu dikush, e kështu me radhë. Allahu zbriti ajete dhe i citoj fjalët e tyre. E dyta ishte që t'i angazhoni njerin me muhabete tjera. Për shembull, i angazhoni njerëzit me bisedat kota, vetëm që mos ta dëgjojnë Kur'anin. Dhe kjo ishte prej formave. Për shembull, nëse dikush dëshiron të më ndëgjojë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ata i thonin: "Eja na të kallzojna diçka më interesant. Eja na të kallzojnë biseda, ligjërime më të mira." Dhe u mundonin me tregue legjendat dhe prallat e tyre.
Forma e tretë me të cilën ata u mundun që ta ndalin hovin e pejgamberit alayhi salatu sallam ishte kompromisi, pazarlloku. Shlo pak ti, pak na. Lësho pen ti pak në fen tane, na pak fen ton. Por se Zoti çka tha? Jo. Ajo është e kot, çka kanë me hub ata? Ajo është e kot, i koti nuk hub. Andaj njeriu duhet të merr mësim nga këto forma se si e pritën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dhe e fundit, e katërta ishte ironia, tallja dhe përgënjeshtrimi me arrogancë. Pra, si e pejgamber, je i çmendur, të kam bë e xhinët, të kam prek e xhinët, e kështu me radhë, je rënacak, e kështu me radhë, kjo ishte forma e arrogancës të cilën i qëndron të në kryje kush? Ebu Gjehli, Amr ibn Hisham, njëri prej kusharive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ndron jetë dhe vritët në luftën e parë të madhe të muslimanëve, lufta e Bedrit, e cila ka ndodhur po në muajin të cilin neve jemi, muajin Ramazan. Kjo ishte forma se si e pritën. Piktu është një varg ngjarjesh ku mundi me mundal shumë, po s'kemi mundësi mundal, do të shkojmë shkurtimisht në çdo ngjarje dhe të ndalemi te ngjarja e Isras dhe Mi'rajit. Te ngjarja e kalimit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam prej Mekë në Mesjidul Aqsa dhe prej Mesjidul Aqsa në qiejt e Zotit Jelle fi ula. Filluan Quraysh pas krejt metodologjive të përdorura dhe dështimeve me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, fillon në formën e pestë. Dhe ajo ishte e ta'dhib, tortura. Këto janë. Pra, kur njerëzit nuk të bindin me argumente, me fakte, dhe nuk të bindin me të angazhu me pun tjera, dhe nuk kanë mundësi me po pazar, kompromis, dhe nuk shkon me atë se je i çmendur dhe i manipulum dhe trush për larë, atëra është izolimi dhe tortura. Dhe derja e azapit mbi njerëz. Andaj Zoti jon xhelle xhelaluhu na tregon Kur'an për popull më herët, të cilët krejt format i kishin përdor dhe në fund nuk ishte ngel kjo. Kjo arrogancë e Qurayshve shkoi larg. Kjo arrogancë e Qurayshve shkoi larg, aq larg ka shku kjo arrogancë derisa than Allahu e regjistroi në surën Al-Anfal, surja 8, tha në gjuhën e tyre: Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indik fa amtir alejna hijaratan min as-sama. Than, o Allah, si tjetë e vërtet që kjo shka po thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atër qo gure dhe dënona. Realisht që shu dashke me than, nëse unë kam dilema dhe kam lëkundje, dyshime, mjegulla, do të me thonë, o Zot, si ta ketë ki dëvërtetën, qomë të ki. Ose kush do që e ka dëvërtetën, qomë të e vërteta, qomë të drita, të ajo rruga e drejt. Ata thanë, si tjetë Muhamedi, hu el haq, ajo është në vërtetën, qka thanë? Enzil alejna, qona neve, gurbe qëlli. Pra ata, kulmin e arritën në arrogancë. Pra ata mon nuk dëshironin me ditë a është, a nuk është. Thjesht edhe mu kanë nuk në intereson. Thjesht edhe mu kanë nuk në intereson. Andaj ka kësi kategori njerëz të ndëruar xhamatlit të cilëve nuk i intereson e vërteta. Pra ka njerëz të cilët kanë lëkundje. Ka njerëz të cilët duhet me ja ngrit argumentin, me ja usharue. Nuk e ka dëgju. Por se ka kategori të njerëzve sikur që thanë këto, si tjetë e vërtet, zbritna guri prej qeli. Por se Zoti çka tha? Jo, ma kanë Allahu nuk është që ju dënon juve, e në mesin e juve është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj fillun ata me tortur, me arrogancë, me zbrit dënime mbi shumë shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa të Ibn Qayyim el-Juzeyy, Zoti e kishte rujt Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me axhin e tij Ebu Talibin. Derisa të ndroje jetë Ebu Talibi, zguxon me prej kërkush pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por sa ata të cilët s'kishin mbrojtje,
s'kishin siguri, s'kishin garanca, ata kanë shiju nga tortura e ashpër, deri sa ka thonë Ibn Abbasi, atë shumë tortur kanë shiju, deri sa Zoti ka zbrit ajete, edhe nëse thuni fjalë të kufrit, të mohimit, ju keni tolerancë. Sigur që ndodhi me Amar ibn Yasirin. Atë shumë e kanë torturu, deri sa ka thonë, çka të tham? Çka të tham? Ka thonë, thuj se Muhamedi është rënacak. Ka thonë aja qashtu. Ka thonë, thuj se është rënacak. Ka thonë, rënacak. Dhe ka shku duke qajtë e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj mriti tortura me një gratë të madhe. Prej atyre të cilët të torturun ishin shumë. Prej më të ashpërve që pat kismet me u torturu ishte një sahabi me emrin Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu wa arda. Gjithashtu prej atyre që u torturun shumë ishte Bilal ibn Abi Rabah, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Abisinia. Edhe shumë prej të tjerëve të cilët u torturu dhe në këtë periudhë u vran disa prej tyre. Në këtë zymti reagoi Abu Bekr as-Siddiku. Ai kishte sigurinë po fisit vet e siguronte ata. Dhe kish parë, kish pasuri dhe filloi me i liru me rob. Filloi me parë me i lirue. Vetëm ti shkarkon nga tortura. Andaj i liroi shumë prej tyre Bilal ibn Rabahin, Amir ibn Fuhaira dhe shumë prej sahabëve. Pastaj fillon periudha e propagandës kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me të gjitha format e talljes. Për shembull, vinte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qabe, edhe ata thoshin, "Kyre kush ardh? Kyre çka ardh?" Dhe përdonin emra, nofka, lloj-lloj që e rëndonin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj Allahu xhallahu alaihi tha, "Na e dim se ti po të gushtohet gjiksi, çka po thojnë? Na e dim, pra ishte njeri." E mundonin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këtë arsye të torturave pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju jep leje sahabëve, disa prej tyre të cilët s'kishin mundësi me durue, ju jep leje që të bojnë zhvendosje dhe emigrim nga Mekja dhe e zgjedhën një vend të cilin lavdroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ajo është Etiopia, Abisinia. Atje shkuan disa prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fillim shkuan një numër i vogël, dikon 11 burra dhe 4 prej grave. Pastaj në këtë periudhë derisa ata ishin në Etiopi, zbriti një Suratul Najm, surja e yllit. Në këtë sure e lexuan në Mekë. Dhe ishte një lloj ndëgjimi ma me vëmendje i Kurejshve. Atë shumë ja u mor zemrën Kur'anit derisa bënën sejdë prej madhështisë Kur'anit. Dhe kjo sejdë nuk ishte sejdë imani, po thjesht kur njeriu s'e përmban emocionin dhe i del loti, sikur Ebu Talibi, por ai s'besonte. Dhe ju shkon lajmi këtyre se kanë besuar Kurejsh dhe me kelit janë bë musliman dhe kthehen. Por se e gjenë se janë rrejt dhe propaganda ka qenë e gabuar. Por shkak se hapësirat kanë qenë të larta dhe lajmet nuk kanë çarkullu me këtë komoditet që e kemi sot. Në këtë periudhë e pranon Islamin agja i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Hamza. Në këtë periudhë e pranon Islamin Hamza. Pastaj pas tij pranon Islamin Omar ibn Khattabi. Dhe ato ngjarjet se si e ka pranuar, janë të njohura në librat e historisë, por se me fakte dhe argumente nuk qëndrojnë. Sikur që nuk qëndron se Omar ibn Khattabi i ka vorros qikat në xhailiet. Nuk qëndron kjo. Omar ibn Khattabi asnjëherë nuk e ka vorros asnjë qik të tijën në kohën e ignorancës. Nuk e ka bërë këtë Omar ibn Khattabi, dhe pse është e njohur kjo në historiqet e njerëzve. Pastaj filluan Kurejsht me mendu shka me ba me këtë. Krejt format i përdorën. Edhe dikush prej tyre propozoi Utbet ibn Rabia, babgjyshi i Abu Sufjanit.
babgjishi Ebu Sufjanit. Ebu Sufjani ishte dhëndër i Utbes, babaj Ebu Hudhejfës dhe i Hindit. Tha, a keni provu me të but? A keni provu me të but? Ju deri tash me tashpër keni provu, po me të but s'keni provu. A kishe të meqen këta? Tha, a keni provu me të but? Dhe pejgamberi sa këtë njeri e pa të lavdru shumë. Tha, Utbeja është akil, njeri meqen, ama populli vetë se ngon. Populli vetë nuk e ngon. Tha, a keni provu me të but? Tha, s'kemi provu, shko ti provoje si dush. Dhe tha, shkoj Utbe. Dhe i prezentoj pejgamberi s.a.s. disa prej ofertave. E para prej tyre ishte, nëse dëshsinon krijetërllëkin dhe të bosh i pushtetshëm, ta japmi. Pejgamberi s.a.s. po e dëgjon. Tha, si dush pare, i mledh mi kitë pare dhe ti t'i japmi. Dhe nëse ki për qëllim me arrit dhe një gruje, i mledh mi 10 matë mirat për këtë kabileve dhe t'i japmi ti. Dhe nëse je i smut, ta thirmi një rukegji dhe një mjek. E kishim për qëllim rukegji se i smut për i gjindve. Dhe pejgamberi s.a.s. po e dëgjon. Edhe as një përgjigje nuk ja dha. Vetim tha, a e krytje? Tha po. Tha, këshyrë sa shtë shka mendon. Edhe i lexoj pejgamberi s.a.s. ajete nga surja Fatir. Atë shumë i lexoj ajete dhe Utbja ishte njëri meqëm. Ishte njëri meqëm, e kuptoj këtë Kur'anin ma mirë se na. Ma mirë se na, edhe psa i zbesoj, po ma mirë e kuptoj dhe se gjua vetë ishte. Ishte gjua e kullume dhe e dinin ata gjuhën arabe. Deri sa mrini me do ajete, ka t'i plas zemra prej asoj që ka e tërheqi Kur'ani dhe i tha, mjaft. Mjaft, pash, farefisin, mjaft. Dhe e ndali. Dhe u kthit e populli i ti dhe e pase me Muhamedit s.a.s. nuk është pun se aj ka prej këtyre mundësive që ka na ja ofrum, ka do një problem me ta. Andaj pejgamberi s.a.s. ja ofrun edhe këta, por se pejgamberi s.a.s. nuk u provokue dhe nuk u tërhoq drejt këre sendeve të liga. Pastaj pejgamberi s.a.s. ju jep leje prap sahabeve që të emigrojnë për zdyti në Etiopi dhe dole një numër shumë më i madh se sa herën e kaluar. Ata ishin dikon 82 burra dhe dikon 18 gra emigruan tek shteti dhe i vendi i Etiopisë asaj kohe. Dhe në krye të tëre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e caktoi djalin e Abu Talibit, Gjaferin, vllaun e Aliut radhiyallahu an. Pastaj në këtë periudhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ndodhi edhe një ngushtim tjetër. Dhe ishte bojkoti, ta quajmë i shoqërisë komplet kundër farefisit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata i provun këtë forma, mbet forma e kputjes financiare dhe ekonomike. Dhe kjo quhet periudha e bojkotit në luginën e Ebu Talibit. Pra u mbledhën krejt farefisi i Abdul Muttalibit dhe i familjes së Hashimit ku në një luginë të Mekës, dhe kjo luginë u quajt Ebu Talibit. Pse? Nga se ai e menaxhonte, ai i shikonte, ai ishte si kryesori aty i kësaj zhvendosi në këtë luginë. Prej asaj që kishin bën në këtë bojkot, e kishin shkruajt një marrëveshje. Çka më bën me këtë familje? Prej tyre kanë shënu, la yashtari minhum ahad. Askush zguxon me blej prej tyre. Dhe as zguxon me shit atyre. As me ble, as me shit. As nuk ban mu ul me ta në mezhlis. As nuk ban mu përzi me ta. As nuk ban mu martu me ta. Dhe as me ju dhon qika dhe me ju mor qika. Dhe ket e lidhen në qabe, që kush do që vjen me e pa ata. Kush do që vjen me e pa. Dhe kjo ishte ngushtimi i madh për pejgamberin s.a.s. Dhe kjo zgjati për 3 vite. Bojkot absolut. S'ki mundësi me paramendue. S'ki mundësi kësi embargo me paramendue. As deri sa ka ardhur në për histori, se kur ka ardhur dikush prej jashtë, prej Shamit, dhe ka pas mall, ka dalë Ebu Lehevi, dhe ju ka thonë, sa i keni këtë çmime? Ja ka ndalë çmimet. Po shembull 1 dirhem, ka thonë, unë me 10 ja u blej, mos ja u shit në këtynve. Unë me 10 ja u blej, mos ja u shit në këtynve. Ka qenë
ashpërsi e madhe, derisa është transmetuar se kanë hangër dhe gjethe. Bojkot i madh. Në këtë hapësirë të bojkotit dhe këtë periudhë lind Abbasi, djalin e tij Abdullah ibn Abbas, dhe pejgamberi s.a.s. lutet për këtë njeri. Dhe dietarët kanë thënë se prej të mirave të këtij bojkoti, nga mesi shumë vështirave, ka qenë lindja e këtij njerit të madh. Ibn Abbasi, shpesh kur thojna në Kur'an, çish e ka kuptimin? Ibn Abbasi ka thënë. Çish e ka ky ajet kuptimin? Ibn Abbasi. Ky njeri kur lindi në këtë ngushti. Andaj çka thamë? Ngushticat vinë me nimete të mëdha, vështirësitë vinë me begati të mëdha. Andaj tha pejgamberi s.a.s. O Zot, mësoja fejen. O Zot, çelja kuptimet. Andaj Allahu xhelle xhelalu e bani këtë njeri të madh të ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pas bojkotit, thash, po i kalojmë ngjarjet se s'kemi hapësirë kohore. Pas këtij bojkotit, me një planifikim të disa prej Kurejshve dhe familjes të Arabëve nga Kurejsh, thanë kjo s'durohet. Tur për neve. Ku kam ri puna edhe buk mos më ushit. Edhe mos me shite, mos me bleme ta. Kjo s'durohet, kjo është padrejtësi e madhe. Dhe fillon disa prej tyre, si cili të dhanën e smuj këtë të fort janë. Dhe u banën 5 veta në një transmetim dhe shkuën dhe thanë na kena me këput këta. Dhe kur me një përleshje me Ebu Gjehlin, tha s'ka kush me këput këta. Kur dulen disa prej pleqve të asaj kohë, 1, 2, 3, kur u banën 5, e pa që këtu shumë kabile ko kanë mbledh kundër, dhe kur e qellën atë letrën, e panë se kishte hangër, i kishin hangër krimbat, dhe kishte mbet vetëm emri Zoti Gjelle Gjelaluhu, Bismik Allahumme, me emrin e tanë o Allah. Paramdo, me emrin e Allahut e kam bojkotu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Adaj, sa shumë në emër të Allahut bojkotohen muslimanët. Sa shumë në emër të Allahut, Bismik Allahumme, emrin e Allahut e kanë shkrujt, dhe po e lojnë të rritur, po nuk ka shkrujt historia kësi bojkoti. Andaj, të ndëruar xhamatli, kjo ishte ajo çka pejgamberi s.a.s. e kishte dhënë edhe prej taksës dhe tatimit për këtë fetë të madhe, bashkë me shokët e vet dhe me ata të cilat i kishin besuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pas i lirohen nga kjo dhe dalin nga kjo lugin, atëherë ndron jetë axha i vet Ebu Talibi, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mërzitet shumë mërzitet. Dhe pas disa përpjekjeve për t'ia nxjerrë një fjalë, i tha: "O axha jam, veç një fjalë, kelimeten, veç një fjalë thuje. Ndoshta ditën e gjykimit uhaju biha rabbi, të bëj polemik me Zotin tan." Ti tha: "O Zot, ki për një me u kon shumë i keq. Për një me s'ka besue. Po me çet fjalë, ndoshta 2 ditë për ditë me dal prej zjarrit të xhenemit." Por se ati u vorcolën ata tjerë dhe i thanë: "Fejen e babës, fejen e babgjishit, fejen, dhe nuk pranoj me hin fejen e pejgamberit s.a.s. A sa kishte sakrifiku? Sa kishte sakrifiku? Një 80 vjeqar, pa në mendo, një 80 vjeqar, pejgamberi s.a.s. kishte 52 vjetë në bojkot. Apo 50 vjetë, në disa transmitime. A i ka pos 80 vjetë, 80 vjeqar e duron urien, e duron mi pa nipa e fmit e vetë, të rritur, të hongë bari, gjethe për të keqtit, dhe prapë se prapë nuk ka besue. Dhe kjo është i bret i madhë, se nuk shkohet e Zotë që shmendojnë ana, po që shdo ajë. Andaj tha pejgamberi se pas si vdic si i dhujtar, ale estaghfiran në lek, ma lem unha andharik, transmetën Bukhariu dhe Muslimi, tha vallahi ka me boj istikfar, vetëm nëse më ndalën Zoti. Dhe zbriti Allahu ajete: "Ma kana lin nabiyyi wala alladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikin." Tha Allahu, si takon pejgamberit, as ato që kanë besu, me boj istikfar për idhujtarët. Dhe kjo ishte që ja shtoi mërzijen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "O Zot, atar lehtësoja." Ka nuk shlo, pejgamberi nuk po shlon pe. Me Zotin. Polemik. Ai tha jo istikfar. Atar tha: "O Zot, lehtësoja." Mos i kjo zbohet, le të shkojmë te tjetra. Tha:
e luta Allahu me ja lehtësue. Dhe ai është i vetmi banor i zjarrit që e ka dënimin më të lehtë, por se nuk del prej atij Zoti na rujt. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Ebu Talibi i vesh dinalle, dy kpuc nga zjarri, i vlojnë trut prej nxetit. Këta e ka dënim. Këta e ka dënim. Pastaj pas vdekjes së Ebu Talibit i ndron jetë bashortja e vet Khadija radhiyallahu anha, dhe për këta mërzitet shumë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe për këta mërzitet shumë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atë shumë derisa çka tham në Medinë, çast shumë e ka përmend Khadijën, edhe Aishën e ka shqetësuar. Shumë e ka përmend Khadijën. E ka dashur, e ka respektuar. Dhe i ka thënë Aisha, ja Rasulullah, me këtë plak vazhdimisht Hatija. Çast shumë e ka shqetësuar pejgamberin, e ka përmend me selam, derisa dhe Aisha ka reaguar. Andaj kur i ka vdek Khadija për ta u kanë, derisa disa dietarë kanë thujt viti i pikëllimit, por kjo nuk qëndron. Por se e kanë thujt disa dietarë viti i pikëllimit. Pse? Axha, gruaja, shok disa i përcjellin Abisini, bojkoti, kjo vetëm shkoi të dy e ngushtuar rrethin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por se ardh Xhibrili dhe ja çetsoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pak këtë mërzi dhe i tha, hadhihi Khadija, kjo është Khadija, Allahu i ka thënë selam. Allahu i ka thënë selam dhe ja ka garantuar një pallat në xhenet ku s'ka zhurmë, ku nuk ka zhurmë dhe ka qetësi. Pse? Se kjo i siguron të qetësi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sa është më rëndësi gruaja me siguru qetësi burrit. Sa është më rëndësi gruaja me qenë për krahas e burrit. Sa është më rëndësi që gruaja mos mi u bë bar burrit për me qenë. Shiko, Allahu që tha bani selam, pallat me qetësi dhe pa zhurmë. Pse? Se el jaza'u min jinsil amal, shpërblimi i mirët pi llojit veprës. Sikur që i ki siguru pejgamberit tëm qetësi, na të siguron në xhennet qetësi. Andaj kjo ishte viti ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u mërzit shumë nga se i vdiq gruaja e cila kishte jetuar një periudhë shumë të gjatë me ta, dhe krejt fëmijët i kishte prej Khadijës, përveç Ibrahimit që ishte përmendur në ligjëratën e kaluar. Gjithashtu të nderuar xhamatli, në këtë vdekje të Khadijës më njëherë pas disa kohrave pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e fejon Aisha. Fejohet me Aisha radhiyallahu anha, vajzën e Ebu Bekr as-Siddiqut. Por se martohet ma vonë me Aisha në Medinë dhe hinë dhëndër me ta në Medinë. Në këtë periudhë pas fejesës martohet me gruan tjetër, Saudete ibn binti Zam'a, dhe me këtë gruaje kalon shumë vite dhe me këta i pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhëndër, dhe është gruaja e dytë pas Hatijës me të cilën është martuar, ndërsa në mes këtyre dijave është Aisha radhiyallahu anha. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u martu me këtë gruaje dhe e cila e respekton dhe gjithashtu shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Filluan torturat edhe më shumë. Shikoni subhanallahu, nëse e merr njeriu jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pse bëu pejgamber, derisa ka shkuar te Zoti xhelle xhelaluhu, asnjë ditë s'mundesh me gjetë aty ai rahat u kontonejt. Apo rahat. As Medinë kur ka shku, edhe kur ka bo shtet veti, dhe ka bo pushtet, dhe ka bo ekzekutiv, dhe ka bo ligj, prapë s'është bo rahat. Prapë s'është bo rahat derisa ka shku te Zoti vet xhelle xhelaluhu. Edhe në vdekje është djersit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo nuk do të thonë torturë e Zotit. Kështu Allah nuk i torturon robët e vet, po ata çka i do. Wallahi Allahu xhellahu ala të rob çka i do, kështu i trajton. I angazhon, i djersit, i bën më sakrifikue. Andaj, shiko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vështirësi pas vështirësive. Andaj i tha Allahu te bareke ve teala në ajet. Apo njerëzit thonë, inshallah kam u bë mirë. Allahu tha, le terkebun tabaqan an tabaq. Kini me hip gjendje pas gjendje. Kur do me hip në alt, kur është mazor, kur t'ja nesë është akut mërish ma në alt, Allahu tha, le terkebun në tabakan an tabak, përpjet mazora. Kur përpjet është mazor, fillim pak e kini një hujom matë madhë, pastaj fillon të shlu takati. Andaj pejgamberi sem kur i vdiq agja i vet, e shtun torturën Kurajsht. Dhe Ebu Gjehli u hakmor dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse Ebu Talibi nuk shlon të pej,
Nuk shlon të peja, ta i thoshin shloje nipin, shloje në atë mirëmi me ta, po ai nuk shlon të peja, por shkak edhe i farefizit e familjes së madhe që ka kish Ebu Talibi. Andaj pas vdekjes së Ebu Talibit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i shtohet shumë tortura. Derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend këtë në hadith, alayhi salatu wasalam, ka thënë alayhi salatu wasalam, laqad udhitu fillahi wa ma yu'dha ahad. Jam torturu për Allahun, sikur që nuk është torturu kërkush. Nuk është torturu kërkush. Wa ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahad. Dhe jam trishtu dhe më kanë kërcënuar për hir të Allahut, jam kanë rrugt të Allahut, sikur që nuk e kanë kërcënuar kërkan. Alayhi salatu wassalam. Andaj është e njohur ngjarja e Abu Jehlit se si e ka torturuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe se si ka dedhë mbeturina të barqeve të deveve mbi shpinën e ndershme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe një ditë për ditëve ka dash me shkel në qafë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, por se Zoti jon xhel xelaluhu e ka mbrojt. Ka qenë duke u fal, ka dash me shkel në qafë e ta mbyte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe po ky njeriu është i cili kur del pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pi Mekës, ky është propozuesi dhe ai i cili jep mendimin që më së miri është me vrarë njëri dhe mu lirue. Por se Zoti jon xhel xelaluhu ka caktuar diçka tjetër. Këto ishin periudha e ashpërsisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aq shumë shkon ashpër kjo gjendje derisa edhe Abu Bekri thot ja Rasulullah, më jep leje të shkoj në Abisini. Burri i parë, burshtetasi i parë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, halifja i parë, i thot ja Rasulullah, të shkoj në Abisini. Mundeni ta paramendoni skenën sa kam rrit. Mundesh me shiju pak pikë kësaj ndjenje të dhimbjes sa Ebu Bekri me thonë ja Rasulullah, shkoj une dhe pejgamberi më jep leje. Por se rrugës Ebu Bekri e takon një njeri i cili e ka emrin Ibnu Dughune. Dhe ki thotë Ebu Bekri, ku je të shku? Thotë kështu gjendja kam rinë Mekë. Atje mos ka respekt, qa kur gjo. Ka thonë qiftin tane kanë gjerë prej Mekës. Ka thonë vallaj kë kanë prish. Vallaj kë kanë prish. Arab për para s'kanë bo kështu. Por se haki dhe e vërteta i tërboj, s'dishi shka me bo. S'dishi dhe ata s'dishi shka me bo. U hopën, e humbën kontrolën. Andaj Allahu Gjelle Gjelalu i përshkruan si të hutum. Bel ajibu, thëtë Allah, u quditën, shka me bo me këta? Andaj tha Ibnu Dughune, tha vallaj ku kanë prish Arabët, e kanë gjerë njerin si Ebu Bekri, radiallahu an, dhe e kthej dhe tha unë të mbroj tyje. Dhe e kthej dhe i tha unë të mbroj tyje. Dhe e murë në mbrojtje ky njeri Ebu Bekr as-Siddiqun. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga tortura e madhe e lëshon Mekën. Nga tortura e madhe e lëshon Mekën dhe del në një qytet afër Mekës, ajo është Taifi, ku shpreson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ndoshta mos pe gjen dikan i cili ofron mundësi dhe i ofron komoditet derisa një ditë për ditëve dojtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë tha ela ahadun, a ka dikush që më strehon u bellihu kelimati rabbi, ti qoj në vend fjallë të zotit tem? A ka dikush që më dihmon, ti qoj në vend fjallë të zotit tem? Si këtë i madhi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shkon pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam në këtë qytet Taif, ishtë në ngjitme me Mekë, në periferi. Dhe kur shkon atje si pritët, e presin edhe më keq. I alshojnë të çmendurit, njerëz të çmendinës, me torturu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I japin guraleca që ta hedhin kam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ja gjakosin kam pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam dhe nuk gjen për kraje atë shumë mrin dhimbja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Para mendo, pri venit tan përzi del dhe shkon me një vend dhe ende atje shkon tortura duke urrit dhe këtu zbriti meleku dhe i tha ja Muhammed, o Muhammed, ka dërgu Allahu Gjelle Gjelaluhu, in shi'te, ti si dush u tabbikul akhshabejn, këto dikodrat i paloj me gjithë këto shako këto. Tha illa, jo, ndoshta del për këtëre në tardmën dikush i cili e beson Allahu të bareke wa ta'ala. Kjo ishte mëshira pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu të ndëruar xhamatli dikon 3 vite apo 1 vit para emigrimit të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, Allahu xhallahu ala e ndëron me një ndërim shumë të madh.
pas këtë këtyre torturave, pas këtë këtyre sikleteve, pas këtë këtyre bojkoteve, pas këtyre përdhosjeve, në emrin e tij, në personalitetin e tij, në fizikun e tij, alayhi salatu wassalam, Allahu xhelle xhelaluhu sikur e përgatiti këtë shtypje që të shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ta vërteton krejt ata që ja ka dhënë Allahu xhelalu ala si lajm, ta shef me sytë e tij alayhi salatu wassalam. Andaj dietar kanë thënë 3 vite para emigrimit në Medinë, në disa mendime të disa dietarëve 1 vit para emigrimit në Medinë, Zoti jon xhelle xhelaluhu e nderon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me ngjarjen e Isras dhe Mi'rajit. Ngjarja e Isras dhe Mi'rajit, ka thënë Ibn Kathiri, është prej ngjarjeve të cilat gjithmonë histori figuron më e ndritshme. Dhe këtu janë sprovu një iman shumë njerëz, derisa disa që e kanë pranuar Islamin kanë dalë bifeje. Ka thonë krejt kena besu, veç që ti që këtë periud ki shku e ke bo që to, jo. Andaj të ndëruar xhamatlit, tani duhet një imunitet për të ngu këtë ngjarje. Duhet një imunitet. Po e ceki këta se kanë dalë, ka thonë Ibn Abbasi, kur e ka ndëru Allahu me Isra dhe Mi'raj, irtet dhe ba'du men eslem, kanë borrit dhe disa që kanë pranu Islamin. Pse? Ka thonë krejt i besu, i ka ardhë Allah, i ka që Gjibrilin. Po ky pin Mek, në Aksa, pin Aksa, në shtatëqije, e atje qka s'ka pa, e pash këta, jo, kjo s'duron. Dhe kanë dalë për fejë, Zotin në rujtë. A dhe të ndërruar xhamatlik, para se me hinë në këtë ngjarje, o ngjarje më madhështore, por se duhet imunitet, rezervat mdoja të imunitetit që mos të lëkundet imani. Pse vallë? Nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na tregon ngjarje të botës tjetër, të qiellit. Është taku me Zotin e vet xhelle xhelalu, ka fol me Allahun te bareke ve teala. A dhe në këtë periudhë të ngushtimit, Allahu xhelle wala, sikur po i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, krejt të refuzuan për me të pranuar. Krejt bojkotuan për me të pranuar. I vdiqën të afërmit Axha, Khadija, bashortja, i vdiqën disha shok, tortur, baba i Ammarit, e kështu me radhë, dhe këtë kjo ishte përgatitje që Zoti xhelle xhelalu t'i thot, nuk je i refuzuar, nuk je i refuzuar, por se je i shumë pranum të na, por se kështu Allah i ka ligjet, duhet me të refuzu krejt që me shku të Zoti xhelle xhelalu. Andaj Allahu te bareke ve teala e ndëron pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me Isra dhe Mi'raj. Të ndëruar xhamatli, Isra do me thonë eci natën, Isra, do me thonë me eci natën. Andaj Allahu xhelalu ala tha, subhanalladhi asra bi abdihi lejlen min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Tha Zoti jon xhelalu ala në ajetin e parë të surës Al-Isra, tha i madh është Allahu i cili natën e bori nga Mesjidi al-Haram në Mesjidi al-Aqsa abdehu, robin e vet, që t'ja kallëzoje ajetet e Zotit. Vërtet Allahu te bareke ve teala dëgjon dhe shef. Kjo është Israja, kalim natën dhe udhtim natën. Ndërsa Mi'raj është shkallë. Mi'raj është me hip dikon nalt, sullem, është me shku dikon për pjetë. Andaj Mi'raj nga Aksaja është ngrit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në qiejt e Zotit xhelle xhelalu, ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën An-Najm, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Ka thënë Allahu xhelle wala, vërtet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pa Gjibrilin në formën e vet. Çish i ka kriju? 2 herë ka pa. Një herë ka pra për zdyti masi i zbriti Iqra dhe i zbriti surja Mudaththir. Kjo është hera e parë. Hera e dytë është Isra. E ka pa në formën e vet. Ku e ka pa? Inde sidratil muntaha, te pema e fundit. Një pemë të cilën nëse na mundson kohë do ta përmendim çka ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj pejgamberi alaihi salatu wassalam u udhtua dhe u mor për udhtim më madhështor që ka ekzistuar në histori, derisa Zoti xhallahu ala ja mbledhi këtë pejgamber në shenjë respekti ai imamat e xhamatli. Mundi me paramendu pejgamberi sem imam,
kërrejt pejgambert, as një musliman i thjesht, këtë pejgambert. Namaz i madh. Andaj Zoti xhallahu ala lidh këtë mesele me Aksan për mi rënu këto përpjekje të fundit të cilat po bëhen për me tregu se Aksaja është e dikujt tjetër përveç muslimanëve. Zoti e kthehet në durrë të muslimanëve. Por se kjo xhami gjithmonë ka qenë muslimanëve. Andaj Allahu që tha min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa, prej Mekën Kabe në Aqsa. Pse? Këto janë bashkë. Dhe ishte kible muslimanëve një kohë. Ishte kible muslimanëve. Andaj muslimanët duhet ta ndjejnë vetën si vetën. Duhet ta ndjejnë ajo çka është e vetja, se është e tyre. Andaj Zoti unë xhelala e nderoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me këtë udhtim të madh të tij alayhi salatu wassalam. Pastaj dietarët kanë përmend ndodhin e Isras dhe Mirajit, dhe para se me përmend ngjarjen se si ka ndodhur, duhet ta cekmi një mesele. Disa dietarë, një numër i vogël prej tyre, por se është përhap edhe në disa vende tona, se Israja dhe Miraji nuk ka ndodhur me trup, por ka ndodhur me shpirt. Shumica dërmuese, shumica e shumicës tulemave, me përjashtime të vogla, janë të mendimit se Israja dhe Miraji ka ndodhur me trup dhe i zgjut pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jo në gjumë. Ka thonë Ibn Kathiri, Allah më shërof, si kur të ndodhte me shpirt se kishin mohu. Sa edhe ata u thojnë me shpirt, cili prej neve sultan me shpirt, pak me flet, një orë me flet, shkon në Amerikë prap kthehesh. Shkon dikun tjetër prap kthehesh. Dhe s'të mohon kurkush. Hi fluturon kthehesh, kjo është normale, por se me trup e këto e kanë mohu ata. Këto e kanë mohu. Edhe thotë Ibn Kathiri, si shkon mu'jize, si shkon mrekulli dhe thyrje normales, sigurisht ki shku me shpirt, por se ka shku me trup dhe me shpirt. Dhe thotë Ibn Kathiri, ki shku me shpirt, s'kish pas nevojë me zbrit burakin, kafshën, me hip, se me shpirt kish fluturu me shpirt. Andaj shpirti kur t'i del njeriut, a i fluturon, dhe s'ka nevojë me zbrit kafsh. Andaj Ibn Kathiri thotë, është e pavërtet se Israja dhe Miraji ka ndodhur vetëm me shpirt, por se e vërteta është se ajo ka ndodhur me trup dhe duke qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i zgjut dhe jo duke qenë në gjumë. Sa i përket Isras dhe Mirajit, kanë transmetuar një numër i madh i sahabëve këtë ngjarje. Tregova kjo ngjarje ka qenë kthes e historisë. Pi këtu është bë farz namazi. Prej këtu është bë farz shumë prej atyre gjërave të cilat sot neve veçohemi me këto farze. Andaj Israja dhe Miraji ka qenë kthimi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për ngritjen e tina dhe pushtetin e tina. Neve do ta morëm transmetimin më të vërtet. Ajo është Sahih Buhari dhe Sahih Muslim nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu arda. Thot Anas ibn Malik, qal Malik ibn Sa'sa'a, thot i shoku i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Malik ibn Sa'sa'a radhiyallahu anhu. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kemi pyet na rrofe, na njofto, na lajmëro si ndodhi Israja dhe Miraji. Dhe na tregoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, "Bainama ana fil hatim." Sot vetëm do ta lexojmë ngjarjen. Dhe ngjarja është shumë e madhe. Ngjarja është shumë e madhe. Do të mundona me lexu që mos lodhën një ngjarje pa e përmend, e pastaj do ndalemi me mësimet e mëdha. Ibn Hajar al-Asqalani në shpjegimin e Sahih Buharit ka nxjerr mbi 40 dobi të kësaj, mbi 40 porosi të kësaj ngjarje. Ngjarje e madhe. Në namazin e falmi sot për kësaj ngjarje. Namazin e falmi për kësaj ngjarje. Pejgamberi sa me ka po xhennetin, e ka po xhehenemin, ka fol me Zotin, ka po pejgamber të mëdhoj. Andaj do ta citojnë ngjarjen dhe në ligjëratat e ardhme me lejen e Zotit xhallahu ala do të përmendni prej porosive dhe mësimeve të mëdha që i ka kjo ngjarje e ndodhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Bainama anna fil hatim", derisa po qëndroja në hatim. Çka është hatim? Ajo ai rrethit e çabja. I thon Hijru Ismail, i thon vendi i Ismailit ku ka ndet Ismaili alayhi salatu wassalam. Thot derisa ishta aty, muttaji'an ishtrir. Muttaji'an ishtrir. Idh atani atin faqadda. Thot derisa isha ishtrir më erdhi dikush.
Thot Ibn Hajar al-Asqalani, huwa Jibril, ajo është Jibrili, transmetime tjera, o Jibrili. Faqadda, dhe më shtriti. Fashaqqa ma bayna hadhihi ila hadhihi. Dhe ka thënë me shenjë ka bo. Pi këtu deri këtu më ka qa. Shaqqa. Më ka qa. Komplet realisht me trup fizikisht. Thot transmetuesi, e çka është? Ka pyet sahabën. E çka është prej këtu deri këtu? Ta prej te kjo gropa e fytit deri tek para organit. Pra prej te kjo gropa e fytit deri te pak para organit gjenital. Tha më qajti. Fastakhraja qalbi, dhe më nxjerri zemrën jashtë. Sahih Buhari, Sahih Muslim. Po i përsëriti këto që mos të lëkundët, çfarë po thot? Çfarë po thojnë këta? Çfarë pas kanë shkruajtur këta? Kjo është me ixhman e këtë muslimanëve. Kjo është me ixhman e këtë muslimanëve. Andaj të nderuar xhamatli, duhet të ta besojmë fuqishëm. Sikur që kemi u taku me Zotin një ditë, çështu ka ndodhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Elusim Allahu të na shtojë bindjen, të na shtojë imanin në këtë ngjarje. Nëse janë ngjarje të cilat neve na dallojnë në iman dhe islam. Thotë dhe më nxjerri zemrën jashtë. Pra zemra ku ka nxjerrë jashtë moti. S'ko ka zbulimin i shekullit 20 dhe 21, apo zemra ku ka nxjerrë moti nga ana e Xhibrilit alayhi salatu wassalam. Thumma utitu bi tastin, pastaj e morën një tas. Min dhahabin mamlu'atan imana, një tas, një kohë të mbushur me iman. Thot Ibn Hajar al-Asqalani, çish është e mbushur me iman? Allahu a'lam, Allahu e di më së miri. Domethënë se si është e mbushur me iman, por se neve besojmë se është e mbushur me iman. A ka mundësi gjërat abstrakte mund mishru? Ka mundësi. Atë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, surja Baqara edhe surja Ali Imran vinë një ditë prej ditëve sikur mjegull dhe i bojnë hije atij i cili ka lexuar këtë sure dhe ka punuar me këtë sure, surja Baqara. I bën hije. Çish i bën hije? Zoti e di. Allahu xhallahu ala e di se si e bën këta. Fa ghasala qalbi, dhe ma lajti zemrën për asaj kofe. E ka lë zemrën. Thot Ibn Hajar al-Asqalani, nëse ka pas pejgamberi sa më alal, mos e ka pas ai nevojë më alal zemrën me iman, me ushtu imani. Po na ja ka qa zemrën që t'ja laje, t'ja pastroje, sikur që edhe në veçlinë e ti ju pastru zemra pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam dhe ju hek ajo copa e zez nga e cila depërton shejtani. Andaj thot fa ghasala qalbi, dhe ma lajti zemrën. Thumma hushiya thumma uida, pastaj më vendosën prap vendin e vet. Thumma uida, pastaj më çepën. E ka këthim vend pjesën e prejnë. Thumë utitu bidabetin dune l'bagali wa fauqa l'himari. Pastaj më sollën një kafsh e cila ka emrin El Burak. El Burak. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ishte pak më e madhe se gomari dhe më e vogël se mushka, demi. Thot transmetuesi, yada'u khatwahu inda aqsa tarafi. Thot kjo kafsh e vendos kamën e vet në shpejtësi ku i përfundon syri. Ka thënë transmetues, ku i përfundon syri Muhamedit sallallahu alaihi wasallam apo Burakit, di kuptime. Do ka thënë Burakit, ku i përfundon kësaj kafshe syri që atje e vendos kamën. Do ka thënë ku shep pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por atëherë s'ka pas kësi ndërtesa me Yahub apo jo, ka po larg pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Apo edhe Buraki ka po larg, po ka qenë me shpejtësi të madhe. Thot Ibn Hajar al-Asqalani, kjo kafsh është me të cilën kanë udhëtuar përpara pejgamberit. Ibrahim alayhi salatu wassalam, kur ka qenë në Palestinë dhe e patlan djalin Ismailin në Mekë, Allahu xhallahu ala me këtë Burakin ja mundson të shpesh me shku shpejt dhe mu kthye. Shpesh me shku shpejt, dikush thot, atë koha, po na këtë kohë që shpi besojnë a shumë gjëra. Për 2 orë kalon shtete, për 10 orë kontinente, apo sikur ata të ishin lemru për sot çka po ndodh, jam i bindur se ata s'kishin pas
dyshime, ndërsa neve si e trajtojmë këtë ngjarje? A dhe të ndërrua xhamalit timor me këto si besim i fuqishëm se ka ndodhur ashtu siç ka treguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pastaj thot wa kana musrajan mulajjaman. Kush ato tregu? Vet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E kanë pyetur sahabët. Vet pejgamberi sa më duke treguar. Thot dhe ishte musrajan mulajjaman. Thoshte ishte i rregulluar me ato rregullimet që i ka kafsha dhe ishte frenat. Ato frena me të cilat drejtohet kafsha. Falamma arada an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yarkabahu, e kur dashti pejgamberi me hyp mbi ta, istas'aba alayhi. Diçish u revoltu, zngojke. U revoltu dhe zngojke. Fa qala lahu Jibril, e Jibrili i tha, e bi Muhammedin taf'alu hadha? A Muhammedit po ja bën kështu? Kanë komentuar dietarët se e ka bë këta kjo kafsh, ka thënë disa prej dietarëve, nga se ka qenë zaman i largët prej te Isa, i fundit që ka bajt. Periudhe e largët dhe ka qenë, domethënë, e harruar periudha e veprës së saj. Andaj thot Jibrili tha me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, fa ma rakibaka ahadun akramu ala Allah min. I tha Jibrili, vallahi, s'ka hip ty dikush mbi ti më i ndershëm te Allahu se ç'ki njeri tash ka me hip. Farfadda araka, dhe umbulun djerës kafsha prej shqetësimit që ka i tha Jibrili. S'ka njeri më të mirë që të ka hip tyje. Andaj, si ka mundësiti me revoltu kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Farakibtuhu, dhe hypa mbi këtë kafsh, hatta atejtu bejt al-Maqdis, derisa arrita në bejt al-Maqdis, në xhamin Aqsa. Farabattuhu bil halaqati allati yarbitu biha al-anbiya, dhe lidha kafshën ku e kanë lidh këtë pejgamber. E lidha kafshën ku e kanë lidh krejt pejgamber. Thumma dakhaltu al-masjid fa sallaytu fihi rak'atayn, thumma kharajtu, pastaj hina në xhami, i fala 2 rekate dhe pastaj dola. Këtu është një detaj i polemizuar mesin e dietarëve, që nuk nën kupton se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka tregu, por se historia është varësisht nga rujtja e rujtësit, nga hifzi i hafizit. Andaj këtu është një mos pajtim mesin e ulemave, a është fal pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fillim me pejgamber, a pasi ka zbrit pi qiellit? Disa dietarë kanë thonë, ky hadith dëshmon se është fal një herë me pejgamber, pastaj ka hip qiell. Por se është një këndvështrim tjetër se pasi ka zbrit është fal. Dhe kjo është mendimi i Ibn Kathirit dhe këndej anon shpirti dhe argumentet. Pse vallë, thot Ibn Kathiri, pejgamberi sa kur hipi në qiell, i tha Xhibrilit, kush o ky? Kush o ky? Kush o ky? Xhibrili tha, ky është Ademi, kjo Jusufi, kjo Idrisi, kjo Musa, kjo Isa, kjo Yahya. Thot Ibn Kathiri, Allahu mëshirof, në Bidaya wa Nihaya, në historikun më të madh të tij, thot sikur ai ta kish fal fillimisht namazin, do t'i kishte njohur pastaj pejgamber. Po forma që ai e pyet te Xhibrilin argumenton se ai nuk i ka njohur. Pastaj kanë zbrit gjithë pejgambert dhe janë falë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, por se një numër i madh i dietarëve thonë, jo, ai është falë një herë me gjithë pejgambert, pastaj ka hip në qiell. Sidoqoftë, domthonë kjo është polemik mesin e dietarëve të muslimanëve. Në këtë periudhë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pa shumë prej gjërave. Duke shku duke ardhur, ka pa shumë. Në qiellin e parë ka pa shumë. Pastaj kur ka hip përpjet, ças ka pa pejgamber. Pastaj kur ka hip nal, ças ka pa xheneti, ka pa zjarri. Pastaj ka pa lumt madh, ujë të madh. Pastaj ka fol me Zotin xhelel xhelal. Pra ky udhtim është shumë i gjallë. Andaj Zoti na ndihmov me mbledh. Se shumë i gjallë. Pra vetëm rrugës çka s'ka pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ja ka shfaq Allahu xhelel wala, ata që kanë më shpërbli, çka kanë më marr. Ata që kanë më dënu, çka kanë më dënuar. E kështu me radhë. Andaj në periudhën se pejgamberi sa ishte duke shku në këtë xhami, transmeton Imam Maliku se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pa një xhin. E ka pa një xhin të quajtur Ifrit, lloji më i ashpër dhe arrogant i xhinëve, lloji më i ashpër i shejtanëve. Dhe pejgamberi sa e pyet Xhibrilin, ky, dhe ai kishte në dorën e tij zjarre, gaca. Pra, nga se xhinët janë të krijuar nga zjarri dhe
provokojnë të njerëzit zjarmi, nxet, provokim. I tha Gjibrili alayhi salatu wassalam, i tha, a ti mësoj do fjalë o Muhammed, edhe ky s'ka mundësi me të prek. Tha po, bela, gjithsesi, dhe jam mësoj disa fjalë. S'kemi mundësi mundal me këto. Doa është doaja e njohur, e lutim Allahun me ftyrën e tij të ndarshme dhe me fjalët e tij të plota që Zoti na ruan nga shejtanët dhe djajt e kështu me radhë. Këto janë doaja të mburoja e muslimanit i gjeni aty. Këto i pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kitë çka kemi me tregu se i ka pa, dietar ka thonë, pse ja mundsoi Allahu xhellahu ala? Pse ja mundsoi? Thot Ibn Hajar al-Asqalani, cili i tregon ma bindshëm gjërat, ai që i ka pa me sy, ai i cili është lemru. Për shembull, ka shku një shok, ka shku një mik dykon dhe vjen të kallzon. E pash këta. Dhe pastaj çato lajme çish ti ka kallzuar, ai t'ia ka dhënë dikujt tjetër. Cili i tregon më mirë? Ai vetë çka i ka pa aty që i keni pi aty. Than dietarët, Allahu ja kallzoi këtë që këtash kur të lajmëroje të ketë bindjes i ka pa. Andaj shpesh pejgamberi se më thëke, sikur të shifni çka kum pa une, sikur ta shifni çka kum pa une, kishi me kajt, s'kishi me qesh, sikur të shifni çka kum pa une, s'kishi me dal natën. Andaj pejgamberi se sellem i ushtu bindja me këto. Andaj e para çka ishte, e pa këtë shejtan, të cilën pejgamberi se sellem e mësoi duajën se si të mbrohet nga kjo krijesë e Zotit Gjelle Fiula e Sherrit. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja kallzoi Gjibrili Dejjalli. Ja kallzoi Dejjalli me këtë format e veta. Dhe pejgamberi sa më shumë hadithe e përshkruajti, ajo është kështu, ajo është kështu, ajo është kështu. Pse? Se e pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ja kallzoi për krijesave e Zotit Gjelle Xhelaluhu të shumta. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka në transmetimin e Behaqiut se e ka pa një plak të zbukuruar. Dhe ka pyet Gjibrilin, dhe shumë të zbukuruar. Dhe pejgamberi është kthi, Gjibrili ka thënë ktheu, leje. Ajo prapë është kthi, ajo prapë ka thirr, pa prapë është kthye, Gjibrili ka thënë leje. Derisa i ka thënë, o Gjibril, kush është kjo? Shumë e zbukuruar. Shumë e zbukuruar. Ka thënë kjo është ajo e cila e ka mallkuar Allahu Gjelle Xhelaluhu prej dunjas. Kjo është ajo e cila e ka mallkuar Allahu Xhellahu ala prej dunjas. Disa dietar këta e kanë trajtuar si pjesë e historisë së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ishte duke shkuar rrugës në këta e pa një varr i cili vinte era e mirë, shumë era mirë. I tha o Gjibril, kjo era e mirë? Tha kjo është varri i asaj e cila e krehte vajzën e Firaunit, të cilën e kishte vendos në hekur të shkrirë Firauni dhe kishte djeg bashkë me fëmijët e vet. Pe torturës madhe Allahu xhallahu ala e ka shpërblim me erë të mirë dhe varë të mirë. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka treguar edhe këta. Pe asaj që e ka pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është edhe shpërblimi i dëshmorëve dhe shahidave në rrugt të Allahu xhallahu. Ja ka tregu Gjibril alayhi salatu wassalam se si ata mbjellin dhe korrin për një ditë. Mbjell korr dhe shef shumë prej sendeve. I tha pejgamberi se çka është kjo Gjibril? Tha ata që vdesin rrugt të Allahu xhallahu. Atyre Allahu te bareke ve. Andaj Allahu xhallahu ala i citoi si njerëz të cilët nuk vdesin. Pse? Nga se kanë sakrifikuar shumë për Allahun te bareke ve teala. Për asaj çka e pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë udhtim drejt Aksas ishte dhe ajo se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i pa disa njerëz të cilët u goditshin me gur në kokë. Tamam ju kthejke kryja pasi ishte çakrej, prap u kthejke kryja çu shakon dhe prap u goditshin. Dhe i tha o Gjibril, kush janë këta? Tha janë këta të cilët zbohen rahat namaz. Kanë të cilët ata të cilët nuk bëhen rahat namaz. Andaj njeriu duhet me pas kujdes në namazin e tina që mos t'i fluturon koka. Derisa tha pejgamberi sa hadith Sahih Buhari, tha kujdes me shikimet kur jeni në namaz, mos i çoni përpjet. Pse? Se mundet Allahu më jamor shikimet. Këtë kjo udhtim ishte përgatitje për të bërë farz namazi. Andaj të ndëruar xhamatli, namazi duhet një respekt shumë veçantë përpara Allahut te bareke ve teala, nga se ka dënime të ashpra. Për asaj që e pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë udhtim ishte edhe disa njerëz të cilët hanin pemë të ndyta dhe hanin gjëra
të cilat nuk ishin të këndshme dhe vepronin sikur kafshët. I pyeti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Xhibrilin, tha, çka janë këto? Tha, janë këta të cilët nuk i çojnë sadakat, lëmoshat e pasurive të tyre në vend. Pra nuk i pastrojnë pasuritë e veta. Pra kuptimin nuk ja dik kimetin pasurisë. Pse po punon? Pse po mbledh? Pse po tubon? Ajo ka një qëllim. A duhet mu pastruja pasuri, mu dhanë zeqatja asaj pasurie, me ndje fukaraja që edhe ajo është njeri, edhe ata Allahu xhelal ka ndërua me një lloj privilegjit të njerëzijës, dhe ti dush me bashkëpunu me ta. Andaj ja tregoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe këtë skenë Allahu xhelle xhelalu. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke shkuar rrugës, ju tregua edhe një prej atyre rebelave të rrugës ku kush kalojke e plaçkitni. Ja merrni pasurien. Dhe i tha Xhibrili, kush janë këta? Tha, këta janë qutta'ut tariq. Këta janë rebelat e rrugës. Këta janë rebelat e rrugës, të cilat i maltretojnë njerëzit në rrugë, sikur që i kishin maltretuar disa prej pejgamberëve. Pastaj Allahu xhelle xhelaluhu rrugës i tregoi edhe shumë prej gjërave të tjera, për atyre ishin se ja tregoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam disa njerëz të cilët ishin të varur me hekur të lakuar, me varse të zjarrit dhe të hekur, dhe ishin të varta për buzat e tyre. Kështu të vartë, sikur që e varë këmishën, ata ishin të vartë për gojat e tyre. Dhe i tha, ja Xhibril, men haula, kush janë këta? Kale, haula khutaba min ummetik, këta janë khatibat prej umetit tanë, ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab afala ya'qilun. Fa këta janë ata të cilët i thoj njerëzve bani mirë, a vetë zbojnë. Tha, e lexojnë librën, janë të shkollum. Tha, askan men. Zotin arrujt mu kam prej atërve, me mësu e mës me punu, mi tha njerëzve bani mirë e vetë mës me ba. Allahu na ba prej atërve të cilët nuk në takon asë një dënim prej këtëre. Por se pejgamberi se më ju prezentu kjo për çfarë arsye, që të ketë bindje të madhe për këta çka i ndodh njerëzve në ditën kur do të ringjallën përpara Allahut te bareke ve teala. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju tregue një vrim e vogël. Por po peç asaj vrime dilte një bik i madh. Një kafshë e madhe. Dhe gjithmonë kur dilte u mundonte mu kthi prap. Kur dilte një, u mundonte mu kthit ajo vrim. Ajo vrime e vogël, ndërsa dilte bik i madh, dem i madh. Dhe kur dilte u mundonte mu kthi. I tha, ja Xhibril, që kjo që po mundohet mu kthi kush është? Tha, hadha ar-rajul yatakallamu bi kalimatin 'azimatin thumma yandamu 'alayha fayuridu an yaruddaha wa la yastati'. Subhanallahu, çfarë shembullimi i madh. Tha, ky është një person i cili e flet një fjalë të madhe të keqe. Pastaj i bie pishman, i vjen keq pse e ka thonë. Mundohet me e kthije se ne kthen. Allahu na rujt. Allahu na rujt gjuhët tona. Që mos të bëhen se vet. Ki po njeriu do një herë thot, mirë unë mos ta kisha thonë kur këtë fjalë, nga se nuk rregullohet pastaj let. Andaj ti ruajm gjuhët e tona. Dhe prej asaj çka i kishte tregu Zoti Jon xhel xhelaluhu, ishte edhe varri i Musait alayhi salatu wassalam, i cili ishte duke u fal në varrin e tina, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pastaj ju mundsua që të takohet me pejgamberët në mendimin e atyre të cilët thonë se është takue në Aksa, ndërsa në mendimin e atyre të cilët thonë se është taku më vonë, do të takohemi me pejgamber tjerë në zbritjen prej qiellit. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka rrugtue edhe më shumë, dhe Zoti Jon xhel xhelalu i ka mundsuar me hip në qiell, por se për shkak të gustimit të kohës do ta shtim hipjen në qiell dhe ngjitjen në qiell për ligjëratën e ardhme, por se të nderuar xhamatli Israja dhe Mi'raji është ngjarje e madhe muslimanëve, është një historik të cilën muslimanët nuk guxojnë me harrue. Aty është namazi jon, aty janë pejgamberët, takimet e pejgamberët. Zoti Jon xhel xhelalu ka nderuar shumë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me këtë ngjarje të madhe. Elusmi Allahun te bareke ve teala
që Allahu xhelle xhelalu na takon me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, na shton dashurinë për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Zotit don xhelle xhelalu që Allahu te bareke ve teala na mundson mu takue me të gjithë pejgamberët, me gjithë shokët e pejgamberëve, na mundson Allahu te bareke ve teala me qenë musliman të devotshëm, njerëz të mirë, na mundson Allahu te bareke ve teala të ndriçojmë mendjet tona me Kur'an, të ndriçojmë mendjet tona me hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahu xhelle xhelalu që Allahu te bareke ve teala na ban për atyre të cilat Allahu na ban qabul, na ban për atyre Allahu xhelle xhelalu të cilat e thojnë ata çka e thojnë ata çka urdhojnë për të mirë dhe e zbatojnë veprat e tyre. Elusim Allahu xhelle wala që Allahu muslimanët kudo që Allahu të ndihmon, fuqarat Allahu të pasuron, pasunit Allahu të ban të xhimer, të burgosë të muslimanëve Allahu të liron. Allahu te bareke ve teala na jep të gjithë përfundim të mirë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah.